Në këtë edicion do të ndiqni. PZAP monitoron partitë në fushat, dënon ato që shfrytëzojnë fëmijët në tubime politike. Universiteti Fehmi Agani në Gjakov me 11 programe studimi në vitin e ri akademik 2026-2027. Lagjet ku shumica banorëve janë minoritete ka një varg problemesh. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 5.100 euro do të duhet t'i paguaj lëvizja vetëvendosje për përdorimin e vajzës së mitur në fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të 7 qershorit. Raste të ngjashme të përdorimit të fëmijëve gjatë tubimeve elektorale shihen pothuajse çdo ditë. Fushata politike ka për qëllim që sa më lehtë të arrijë në veshin e votuesit. E partitë politike në Kosovë po përdorin fëmijët si mjet fushate. Rasti i vajzës në Vushtrri e cila recitoi në fushatën e lëvizjes vetëvendosje nuk kaloi pa u ndëshkuar. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e gjobiti lëvizjen vetëvendosje për këtë shkelje me 5.100 euro. Fëmijë përdori edhe Lidhja Demokratike e Kosovës në tubimin e mbajtur në Viti, ku një vajzë doli pranë Lomir Avdiqikut duke shfaqur flamurin e kësaj partie. Për fenomenin, ka reaguar edhe koalicioni i organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, duke theksuar se përfshirja dhe shfrytëzimi i fëmijëve për qëllime politike përbën shkelet e të drejtave të fëmijëve dhe i bëri thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ndërmarrë masat përkatëse. Përdorimi i fëmijëve në fushat elektorale politike përbën thyrje të ligjit, si dhe thyen rregullin e miratuar nga vetë KQZ, megjithatë në një numër të konsiderueshëm të tubimeve politike shihet prezenca e fëmijëve. Një pjesë e fshatit Rogo prej kohësh është pa ndriçim publik. Rrugët në orët e vona janë plotësisht në terr duke krijuar edhe shqetësim të komuniteti. Pamjet e siguruara nga kamera jon tregojnë për një aks rrugor shumë të gjatë pa ndriçim publik. Një pjesë e fshatit Rogov tash një kohë të gjatë po përballet me mungesë të ndriçimit publik. Rrugët në këtë zonë, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes, mbeten në errësirë të plot, duke krijuar vështirësi dhe pasiguri për banorët. Pamjet e siguruara nga ekipi ynë tregojnë një segment të gjatë rrugor pa ndriçim publik, gjë që po shqetëson banorët e kësaj ane. Po na si banor këtu unë për vete pa folje vetë që një 2 javë nuk kem ka shoh drita këtu. Po nashta ka pas përpore, mos janë nol. Po në prej herë edhe rrugë të rrezikshme se pa drejt normal tu në qendër të katunit. Tu ka fëmijë, ka 2 vjetër, ka të problemet. Po se ku janë drejtet nuk e di. Pse që të shumë këtu. Mes tjerash, shala u bëri thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërmarrin veprime sa më shpejt për zgjidhjen e këtij problemi. Që të drejtat në rregullojnë që në qendër, qendër të katunit. Po shtatë mirë, po çdo se mune i kom bërë 7 kësër vjetë, në më gjetë në sanë se nuk bëhet që është problem, a më thmija. Banorët shpresojnë që kërkesat e tyre të dëgjohen dhe që ndriçimi publik të rikthehet sa më parë, në mënyrë që të garantohet siguria dhe lëvizja normale e qytetarëve në këtë pjesë të fshatit. Një varg problemesh kanë listuar disa banorë të komuniteteve në komunën e Gjakovës. Ndër problemet më të mëdha është prezenca vazhdueshme e një sasie të konsiderueshme të mbeturinave. Në lagjen Kolonia, situata me mbeturinat është bërë shqetësuese dhe thuajse pa kontrollueshme. Të gjesh një hapësirë pa mbeturina është pothuajse pa mundur, pasi ato kanë mbuluar pothuajse çdo këmbë të lagjes. Edhe pse ekzistojnë vende të caktuara për hedhjen e tyre, ato nuk përdoren siç duhet, duke bërë që mbeturinat të shpërndahen nëpër hapësira publike. Por të jetosh në mes një gjendjeje të tillë është edhe më e vështirë se sa duket me sy. Kështu shprehet një banor i kësaj lagjeje. Vështirë boll. Vështirë është boll, o ka vjen zejt i madh. Tash nuk kemi na zgjidhje tjetër. Po dalim shtu të tjera, bordhokin vinë e gjujnë natën, që atje keni pa vetë. Tash me folë drejten edhe pak pinesh e bojnë gabimin, kontet si cili ka në për shpia.
e marrin natën, ka dalin, ju ka mu shkanta babahie vetja, ka dalin e gjujnë. Është problemi edhe të na, si lagjët që jemi, edhe na e fliqim ambientin tonë. Sipas tij, mbeturinat po hidhen edhe nga qytetarë të tjerë të Gjakovës. Po me të kallëzu drejtën tash, edhe ata e gjujnë pi Gjakovës se mbledhen e bin këtë qëto. Fëmijat tonë shkojnë e kontrollojnë që atje, pa i vytë rasti hiq i mbeturinave merë e gjujnë qëto. Vje për një vetë, ku ke marrë në bërdak, ka pe gjujnë në rrugë. Në fund, ai nuk shes zgjidhje për këtë problem dhe nuk ka shpresë se gjërat mund të ndryshojnë. Vinë natën, na sunirujmë gjithë natën, dhe që me bëj ramë që aty. Mi pëjtë ata kur vinë bërdak, mi lamru policinë, mi thonë qëtaj nga gjujnë. Nuk kemi shka zgjidhje tjetër. Jeta në këtë ambient të mbushur me mbeturina është e vështirë dhe e pashëndetshme, ndërsa rritja e temperaturave bën situatën edhe më alarmante. Pavarësisht ndëshkimeve dhe kontrollave rutinore nga zyrtarit policor të komunikacionit, ngasësit e pakujdesshëm vazhdojnë të krijojnë kaos në komunikacion, duke parkuar automjetet e tyre në hapësira të gabuara e shumë shpesh edhe në trotuare. Kjo situatë po bëhet shumë shqetësuese sidomos për këmsorët, të cilët në rast të caktuar edhe detyrohen të ecin në rrugë ku qarkullojnë automjetet. Përsëri, vazhdon bllokimi i trotuarëve nga automjetet. Edhe pas shumë aksioneve policore, makinat nuk parkohen në vendet e duhura, por shfrytëzojnë hapësirat e dedikuara për këmbësor për t'u parkuar. Hapësira e këmbësorëve po bëhet parking për makina, fenomen ky që po shqetëson qytetarët. Lëvizja e tyre në trotuar po bëhet gjithnjë më vështirë. Andaj respektimi i rregullave të komunikacionit nga shoferët është thelbësor që të krijohet një mjedis më i sigurt në qytet. Krahas parkimit të gabuar, një tjetër shqetësim për komunitetin është edhe mos kujdesi ndaj hapësirave publike. Në mes të qytetit në një zonë dukshëm të frekuentuar shihen mbeturina të gjuajtura vende pa vend, duke krijuar një imazh as pak të mirë për zonën. Në parkun e banesave të njohura si banesat kineze, në afërsi të shkollës fillore Ulmorina, hapësira që dikur ishte menduar për gjelbrim dhe pushim për banorët, sot është mbuluar nga mbeturinat. Ky park, që duhej të shërbente si hapësirë ku fëmijët luajnë lirshëm dhe banorët kalojnë kohë aty, është shndruar në një hapësirë të papastër dhe të lënë pas dore. Për gjendjen e lagjës flet njëra nga banorët. Që tu mas pari vijin plot, qesin pikamosit, me komba, me kamiona, plus hymja o katastrofë. Bërlogat i lojnë për para dyrve, telat e teshave i lajnë në 4-5 ku i nana, nuk s'di gjo katastrofë, s'muj me dalin sa ba pe qanve pi macave, se këtë bërlogat janë për, plus gjujin pi katave, jo gjujin flika, jo gjujin piruna, jo gjujin katastrofë. Pamjet të tilla jo vetëm që prishin imazhin e një lagjeje, por ndikojnë drejt për drejt edhe në cilësinë e jetesës së qytetarëve. Kjo situatë ngrej nevojën për më shumë përgjegjësi individuale dhe respekt ndaj hapësirave të përbashkëta. Me 4 qershor në gjithë globin shënohet dita ndërkombëtare e fëmijëve viktima të agresionit. Përmes shënimit të kësaj dite, synohet të njihet dhimbja dhe vuajtja e fëmijëve që janë viktima të abuzimit fizik, mendor dhe emocional, si dhe të rritet ndërgjegjësimi ndërkombëtar për nevojën e mbrojtjeve si të drejtave të tyre. 3 ditë më parë në kronikat tona sollëm atmosferën festive të 1 qershorit, ku loret dhe gëzimi ishin në qendër të vëmendjes. Por sot, me 4 qershor, vëmendja zhvendoset tek një realitet shumë i rëndë. Dita ndërkombëtare e fëmijëve viktimë të agresionit, një ditë që na kujton se jo të gjithë fëmijët e përjetojnë fëmijërinë me siguri dhe dashuri. Dhuna ndaj fëmijëve mbetet një problem shqetësues, që shpesh ndodh në heshtje, brenda mureve të shtëpisë apo mjediseve ku ata duhet të ndiheshin të sigurt. Psikologja Fabiola Morina foli për ndikimin që dhuna ka në zhvillimin e fëmijëve. Është shumë e rëndësishme të flitet për dhunën në familje dhe ndikimin që ka tek zhvillimi i fëmijëve. Dhuna në familje ndikon në forma dhe mënyra të ndryshme tek fëmijët edhe nëse nuk janë viktima të drejtë për drejta. Shumë fëmijë që përjetojnë dhunë vendosin ta kalojnë në heshtje, pa shprehur atë që po kalojnë, por psikologja na tregon shenjat që mund t'i dallojnë. Ndikon në gjendjen emocionale, tu përfshi mërzitjen, zemrimin, frustrimin, e tu kalu edhe tek sjelljet më agresive,
tek konfliktet më të shpeshta me bashkëmoshatarët, si dhe tek tërheqja sociale apo izolimi. Tutje, psikologja nda edhe disa nga mënyrat të cilat mund të parandalojnë dhunën. Edukimi i prindërve lidhur me prindërimin, me metodat të prindërimit, edhe të disiplinës. Gjithashtu shumë e rëndësishme është krijimi i një ambienti familjar sa më të ngrohtë dhe më të sigurt për fëmijët, edhe ajo që është kryesorja është që fëmijët të mësohen dhe të edukohen për sjelljet të papranueshme ndaj tyre. Në fund, psikologja theksoi faktin se çdo fëmijë meriton të rritet i mbrojtur dhe i rrethuar me dashuri. Në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov po bën përgatitjet e fundit për hapjen e konkursit për vitin e ri akademik 2026-2027. Rektori Drilon Bunjaku tha se Universiteti i Gjakovës këtë vit të ri akademik do të ofrojë gjithsej 11 programe studimore, prej të cilave 8 programe në nivel bachelor dhe 3 programe në nivel master. Universiteti i Gjakovës Fehmi Agani do të hapë së shpejti procesin e regjistrimit të studentëve të rinj për vitin akademik 2026-2027 në programet studimore aktive. E për detajet e tjera na tregoi më shumë rektori Drilon Bunjaku. Vlenë që këtë vit akademik, Universiteti Fehmi Agani Gjakov i ofron 11 programe studimi, ka një numër të madh rekord prej themelimit të universitetit, ku nxënësit të interesuarit mund të shletojnë faqen e universitetit edhe njëherë të informohen lidhur me programet që ofrojmë këtë vit. Kemi disa programe të reja që i inkurajoj të gjithë interesuarit të kyçen dhe të informohen më detajisht. Rektori Tutje tregoi për procedurat e aplikimit dhe numrin e studentëve që do të ndjekin studimet në universitet. Në fillimin e korrikut aty është ajo pjesa kur bëhet aplikimi online, janë procedurat administrative, edhe caktohet data e provimit pranues, varësisht të cilin e menaxhojnë njësitë akademike. Vlen që këtë vit akademik në total do t'i regjistrojmë 500 student. Kemi fillu tashmë komunikimet i kemi të përditshme që na kontaktojnë për nxënësit ndryshëm të interesuar për të ardhur të studiojnë në Universitetin e Gjakovës. Kemi një rritje drastike të interesimit për të studiuar në universitet. Universiteti Fehmi Agani në Gjakov do të mirëpres të gjithë maturantët me gjithsej 11 programe studimore, prej të cilave 8 programe në nivelin bachelor dhe 3 programe në nivelin master. Mbestim të arsimi. Nxënësit e studentët të ardhshëm këtë periudhë po e shfrytëzojnë për të përgatitur për provimet që po i presin. Për këtë, ata po shfrytëzojnë hapësirën e bibliotekës së qytetit për të cilën thonë se i plotëson të gjitha nevojat e tyre. Afati i provimeve të qershorit e gjen bibliotekën Ibrahim Rugova në Gjakov me plot student. E për këtë situatë tregoi më shumë drejtori i bibliotekës, Angel Berisha. Kemi një kategori të studentëve dhe nxënësve të cilët e përdorin edhe literaturën edhe sallat. Këtyre ditëve zakonisht kur është afati i provimeve, numri rritet deri në maksimum ku janë në përdorim gati të gjitha ulësit e bibliotekës, më thuja me qindra lexues, dhe pikërisht në fillim qershori dhe deri tani kur janë provimet, atër janë të mbushura dhe ne ofrojmë të gjitha kushtet të mundshme që ata të ndjehen mirë, të kanë qetësi, të kanë freski. E qetësi në bibliotekë e prishi pak një studente që foli për mediumin ton. Jam studente e stomatologjisë dhe bibliotekën bjen me frekuentu shumë shpesh, kushtet janë në bibliotekë shumë të mira. Biblioteka e Gjakovës Ibrahim Rugova është gjithnjë në funksion të qytetarëve, veçanërisht për studentët në kohën e provimeve, si dhe së fundi, po shfrytëzohet nga pensionistët, të cilët ende vazhdojnë të pasurojnë dijen me leximin e librave të ndryshëm. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni.
PZAP monitoron partit në fushat, dënon ato që shfrytëzojnë fëmijët në tubime politike. Universiteti Fehmi Agani në Gjakov me 11 programe studimi në vitin e ri akademik 2026-2027. Lagjet ku shumica banorëve janë minoritete ka një varg problemesh. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.